por mund ta bësh një profil të shkurtër në fakt të Aldo Avdylit dhe për çfarë mund të jetë komunikuar më herët ai me Ervis Martinaj, për çfarë njihet ai? Aldo Avdyli është një personazh mjaft i njohur i policisë kriminale, por dhe në së fundmi në rrjetet mediatike. Them së fundi sepse jo se unë dhe pa gazetarë tjerë të kronikës në zezë nuk e kemi evidentuar dhe nuk e kemi skanuar në për letrat e policisë dhe prokurorisë, por që ka qenë si thua mi zgjuar në thonjza për sa i përket marrëdhënies me shtypin. Pra nuk është ekspozuar to vitet e mëparshme. Pavarësisht se ka pas precedent penal, kryesisht në krime kundër personit, sërish asnjë nga mediat, por edhe policia nuk e evidentonte si njeri mjaft të ekspozuar dhe të rrezikshëm. Rrezikshmërinë ja dinin që të gjithë, e policia dhe ne gazetarët, por që nuk evidentonin qoftë edhe në letrat publike që prodhon policia dhe ja çon prokurorisë, por qoftë edhe gazetarët nuk kishin guxim që ta përmendnin. Unë në atë periudhë kam bërë një shkrim në 2022-shin, ku kam thënë që i vetmi personi dyshuar për zhdukjen e Ervis Martinaj sot për sot është pikërisht Aldo Avdyli. Nëse arrin që të zbërthehet Aldo Avdyli që në 2022-shin mund të jepet një tablo e qartë rreth fatit të Ervis Martinaj. Nëse është vrarë dhe është zhdukur, nëse është rrëmbyer dhe dorëzuar në një grup tjetër kriminal, apo nëse ky individ vijon që të jetë gjallë dhe intrigat, skenaret e antarëve të grupeve kriminale e bëjnë sikur ky individ ka ndruar. Me qëndro pak të ky skenar, se teoritë konspirative kanë qenë të shumta, operime, ka bërë operacione plastike, ai mund të jetë i larguar, mund të jetë në Shqipëri. Pra, nëse ai në një rast të mundshëm mund të kthehet fizikisht, çfarë ndodh me gjithë të procedurën pastaj që është shpallur i zhdukur apo me çështjet nëse pushohen për të pasur një ide? Ka një variant, sepse kjo që nga momenti kur ka ndodhur kjo histori e Ervis Martinaj, padyshim që Ervis Martinaj për botën mediatike është një nga personazhet që çuditërisht shet më shumë në kuptimin që ka interes publiku për të, sepse mbas e thash dhe u shpreha dhe keq. Ka një interes mjaft të madh. Po sepse një personazh i zhdukur që ka pasur shumë histori të tjera të lidhura nga pas, kështu që gjithmonë teoritë konspirative bëjnë të vetën. Visi ishte një personazh që ndërlidheshte me politikën, me biznesin, me lërat e fatit, të që e dim publikisht. Me showbizin, kishte një audiencë mjaft të madhe edhe në showbiz, në lajmet e showbizit, me lojrat e fatit po ashtu, me ekonominë, kishte me botën e krimit, dhe duke qenë se navigonte në këto 4 komponent, padyshim që ishte më i kuotuar në sa i përket interesit publik. Pra gjithmonë sa të vije foton, madje që kur ka ndodhur nga 2022 edhe deri në edhe sot mjafton të vesh foton e këtij individi edhe një titull në një web, lajmi shkon në maj, pra kuotohet gjithmonë në lajmet e para të lexueshme të publikut. Por që nëse të dalëm të pyetja jote, nëse ai shfaqet sot, padyshim që së pari duhet të ekzekutohen 2 masa sigurimi, arrest më burg që ka, dhe së dyti bie pastaj dhe alibia tjetër që kanë kërkuar familjarët për shpalljen e tij të zhdukur. Por që shanset janë që të jenë tek zeroja. Unë zakonisht them që nuk jam i bindur plotësisht, por që në këtë rast tashmë më shkruar bindja që ai është 0.0000 të lëm ca përshindje në fund. Zhdukur plotësisht. Për ta përmbyllur çështjen e Martinajt, sot Gaxherri ka qenë një nga personazhet që ka rënë në duart e drejtësisë me armbajtje pa leje ndaluar. Kujtojmë ka pasur apo jo një episod të plagosjes nga Ervis Martinaj në 2016, në mos gaboj. Po. Se duket sikur të gjitha ngjarjet shkojnë në të njëjtën rrugë sot, ë? Përmendet emri Ervis Martinaj dhe kemi të gjitha zhvillimet një herësh. Atëherë është një ngjarje e cila ka ndodhur pikërisht në ambientet e lokalit të këtij Ismet Gaxherit. Faktikisht Gaxheri ka mbetur vetë viktim atje sepse është plagosur nga grupi Ervis Martinaj, por që është ngjarja që ka zanafillën numër 1 të ekspozimit të Ervis Martinajt në publik. Pra, nëse do të themi që bloku i solli pasojat më të mëdha mediatike, por edhe në raport me qasjen e policinë, me prokurorinë dhe qasjen me shtetin Ervis Martinaj, në fakt aja dhe guri që solli vijë në rënëse të Ervis Martinaj është pikërisht ngjarja ku edhe ju e përmend pak më përpara e plagosjes së Ismet Gaxherit. Në fakt Ismeti atje u plagos, por që u vra shoku i tij i ngushtë,
me sa më kujtohet me Elton Nikaj, diçka e tillë. Pra, ajo ngjarje solli ekspozimin e tij në publik dhe më pas, siç janë dhe pamjet filmike, Elton Nikaj, këtë drejt, po. Pra, këto janë planet e para që janë shfaqur në media, me sa mbaj mend unë kam qenë në kamerat të parkingu i lokalit në Dajt, po. Pamje. Kam qenë te shqiptarja.com dhe i kam publikuar këto pamje. Ekskluzive të tua, po. Këtu janë te parkimi dhe faktikisht Ervis Martinaj së bashku me 3 personat e tjerë kanë shkuar në ambientet e lokalit të Ismet Gaxherit me qëllim për të takuar Elton Nikajn. Në atë periudhë Ervis Martinaj lëvizte me 3 apo 4 makina së bashku me grupin e tij dhe futi këtë trajten që shkonin dhe i merrnin lekët personave të cilët ata i kishin borxh Ervis Martinaj, sepse Ervis Martinaj dije që ishte edhe një njeri që jepte para me fajde dhe nëse nuk ktheje lekët ose përqindjet e fajdeve, padyshim që sillte këto format që të bënte presion, të kërcënonte, të rrihte në publik dhe në këto kushte e njëjta ngjarje ka ndodhur në këto kushte dhe për shkak se Elton Nikaj nuk ka pranuar të jap pjesën takuese të parave Ervis Martinajt, më pas kanë shkuar ngjarjet deri në atë moment kur njëri nga shokët e tij ka vrarë Elton Nikën, ndërsa tjetri ka plagosur Ismet Gaxherin. E qartë, mirë, do doja të kishim më shumë kohë gjyno për të folur, por nëse mund të më japësh disa detaje nga ngjarja e rëndë tjetër që ndodhi sot në Durrës, kur